Një konflikt mes dy nxënësve të shkollës Sulejman Delvina në qytetin e Delvinës, i ndodhur me 4 mars, përfundoi me plagosjen e një 16 vjeçari me inicialet DC. Si pasojë e ngjarjes, drejtoria e shkollës ka vendosur përjashtimin e një 15 vjeçari me inicialet FH, i cili ka plagosur bashkë moshatarin e tij. Për mikrofonin e RTS ka folur edhe veti plagosuri, i cili tregoi rrethanat dhe shkaqet që sipas tij quan në përplasjen mes dy nxënësve. Unë nga ai nuk kam pasur asnjë telefonat, as nuk dua që të kem nga persona të tillë, as nuk dua, sepse nuk janë në interesin tim njerëz të tillë. Është marrë vetëm masa e përjashtimit. Ajo është e vlefshme për nxënësit e tjerë, por nuk është vetëm ajo e vlefshme, se ai deri nesër mund të dalë, mund të shpojë një tjetër, mund të qellojë një tjetër, nuk isha vetëm unë viktima, unë isha rastësi. Ndërkohë, për këtë rast dhe më shumë detaje dhe mjeku i urgjencës që u mor me trajtimin e të miturit. 3 plagët e tjera janë në rregull, përveç plagës që bëra mjekimin sot sepse ishte e thellë. Nuk e di se çfarë kam bërë në spitalin e Sarandës, por mendoj se duhej të bësh edhe një suturim i poshtë, por nuk e di se mund të them se s'kam qenë prezent kur është suturuar atje. Për faktin që, është bërë edhe mazheria dhe nuk ka pneumotoraks ose anatoraks, këto do ishin kërcënuese për jetën. Drejtoria e shkollës bën të ditur se do të forcohen masat e sigurisë dhe do zhvillohen takime ndërgjegjësuese për të parandaluar raste të ngjashme.